Fillimisht do të me theksu një fakt që institucionet publike, shteti, ka përgjithësi në raport me grupet të cilat janë më të cenueshme në raport me grupet e tjera. Dhe çfarë nënkupton kjo? Nënkupton domosdoshmërinë e marrjes së mosave afirmative që këto grupe me i bë të barabarta me grupet e tjera. Dhe edhe sipas kushtetutës, këto mosa do të thotë nuk paraqesin diskriminim. Pra, institucionet publike, shteti nuk mundet me u mjaftu me trajtim të barabartë, për shkak se trajtimi i barabartë në raport me këto grupe paraqet pabarazi. Dhe kjo është koncepti i diskriminimit të tërthërt sipas ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Do thotë ndoshta për me bu një dallim, diskriminimi drejt për drejt është kur personat që janë në situata të njëjtë trajtohen ndryshe. E diskriminimi tërthërt është atëherë kur personat në situata të ndryshme trajtohen njëjtë. Do thotë nëse flasim për shembull tek personat me aftësi të kufizuara, atë nuk mundemi me thonë që po e kena një hyrje që është e njëjtë për të gjithë dhe ne nuk bojmë diskriminim. Për shkak se pikërisht që kjo është diskriminim. Nëse përkundër faktit që kanë specifika të ndryshme dy grupet, më pastaj të njëjtat trajtohen barabartësisht dhe më pastaj kjo ju paraqet paparazi në qasje ta zonë në një institucion të caktuar. Më pastaj kjo është e shprehur edhe në fusha të tjera, për shembull tek çështja e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë që e përmendi. Do thotë e para, për shembull, komunitetet jo shumicë kanë çështjen e gjuhës, që është e qartë se përderisa nuk e flasin dhe nuk e kanë në përdorim gjuhën e pjesës e komunitetit shumicë në Kosovë, normalisht se ata do të jenë më të cenueshëm në raport me komunitetin e tjetër. Dhe çfarë nënkupton kjo situatë? Nënkupton domosdoshmërinë për ndërmarrjen e mosave afirmative. Fillimisht duhet të theksu një çështje që disa për numri më i madh i problemeve që u përmendën sot këto, janë çështje që janë esenciale. Do thotë çështja e arsimit, çështja e çështjes në objekte të caktuara, çështja e infrastrukturës e tjera, janë çështje ekstremisht bazike, për cilat do të thotë të cilat çështje do duhet të ishin tani më të kryera. Ideja është se mosat afirmative duhet të ndërmerren në drejtim të asoj që barazia të jetë efektive, të jetë praktike. Nëse një komunitet i caktuar ka një përqindje të caktuar, paraferësisht ajo përqindje do duhet të reflektoj edhe në administratë, edhe në pozita udhëheqëse e tjerë. Përderisa nuk e kemi këtë situatë, nuk është e mjaftueshme institucionet me thonë konkursi ka qenë hapur dhe ka qenë publik për gjithë. Për shkak se mundësit e këtyre grupeve nuk janë të njëjta me pjesën tjetër, varësisht grupit, varësisht specifikave. Do thotë personat, për shembull personat e moshuar kanë nevoja më të veçanta sa pjesa tjetër, personat me aftësi të kufizuar, do thotë edhe tek personat me aftësi të kufizuara ka grupe të ndryshme që kanë nevoja specifike, paraplegjikët, tetraplegjikët, shulmemecët e tjerë, që varësisht situatës në cilën gjenden, institucionet do të ndërmarrë mosa afirmative e para, po e ritheksoj, për me u asiguru shërbimet bazike që atyre u nevojitën, mirë po edhe tjetra që është shumë e rëndësishme, është që të njëjtit me pas një përfaqësim praktik dhe efektiv në jetën publike dhe institucionale në Kosovë. Cilat janë mekanizmat ligjor për me u mbrojt nga diskriminimi? Fillimisht duhet të theksu faktin që nuk ka mungesë të mekanizmave, ka mungesë të efektivitetit. Realisht nështë ka mekanizma pak më tepër se sa që nevojitet. E para për shembull ta zonë përpos nëse i përmendim mekanizmat jashtëgjyqësor, e para është institucioni i avokatit popullit që i trajton në rastet e diskriminimit, e dyta janë zyrtarët apo në disa raste zyrtarët dhe në disa raste njësitë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në komuna dhe në ministri. Do thotë në të gjitha komunat dhe ministrit deri tash besoj që do duheshin të ishin të themeluara këta mekanizma, mirë, po që në praktik nuk funksionojnë. Dhe do thotë raportet e ndryshme flasin për problematika të ndryshme. Në disa raste ndoshta vetë zyrtarët nuk e kanë të qartë rolin e tyre, mirë, po problematika më e përgjithshme është se nuk ka raportim të këtyre rasteve. Derisa
është e qartë sepse jemi dëshmitar gjithë secili që nuk mundemi me thonë që nuk ka raste të diskriminimit. Do thotë raport është edhe problem edhe vidisimi i grupeve të marginalizuar për të drejtat që ju takojnë. Domethënë që i takon shtetit, domethënë që sa më shumë domethënë me vidisu popullin, me vidisu popullatën, përveç grupeve të marginalizuara dhe grupet e tjera për nevojat që kanë grupet e marginalizuara. Nëse një grup i marginalizuar nuk e din se cilat e drejta i takojnë, atëherë ai nuk do të jetë në gjendje edhe të kërkojë atë të drejtë. Kështu që besoj që më shumë duhet të bëhet në aspektin e vidisimit. Saktësisht, por nëse do të kishte mosa afirmative, nëse do të kishte veprime konkrete të cilat parandalojnë diskriminimin, trajtimi i rasteve konkrete në secilin rast është mesazhi më i mirë për vedisim. Do të thotë, më tepër është i rëndësishëm një rast praktik që del dhe në institucion i caktuar me zgjidhje një situatë të diskriminimit, se ndoshta vjetra kampanja vedisimi për me i tregu njerëzve se cilat janë mekanizmat, cilat janë procedurat e tjera e tjerë. Dhe krahas këtyre procedurave do të thotë një procedurë tjetër që është jashtëzakonisht fuqishme është edhe mbrojtja gjyqësorit që ofrohet në këto raste që palët e ndryshme të cilat pretendojnë se janë viktima të diskriminimit në bazë në ndonjë prej bazave të përcaktuar me ligjin për mbrojtjen e diskriminim, kundër diskriminimit kanë drejtën me inicu padi në gjykatë. Çfarë është specifike te kjo padi është se palët do të thotë që pretendojnë se kanë pësu diskriminim, nuk janë të obliguara që ta provojnë padin e tyre. Për me e qartësu këtë çështje. Nëse cilin rast, pa ditë se do të me provu rastin e ti. Nëse unë pretendoj se yllim ka bërë, që unë do të me pa ditë yllim, dhe unë do të me vërtetu para gjykatës borxhin që yllim ma ka mu. Në rastin e diskriminimit, palët që pretendon se është i diskriminuar, ka për obligim vetëm përgjithsisht të tregoj situatën çfarë ka ndodhur pretendimin e tij. Barra provës nuk bjen mbi të. Barra provës bie mbi institucionin i cili duhet të dëshmojë se nuk ka pasur diskriminim. Dhe nëse institucioni dështon me tregu se nuk ka pasur diskriminim, konstatohet se është provuar diskriminimi. Mirë po që fatkeqësisht edhe kjo procedurë mbetet një prej procedurave më të pa aplikuara në kuadër të procedurave gjyqësore. Po ndalemi këtu pak të aspekti praktik, zotëri Zekaj, si duhet veproj një grup i caktuar ose një pjesëtar i një grupi të marginalizuar nëse vlerëson që ju kanë cenu të drejtat? Po lina prap të aspekti vidisimit. Ne kemi një numër shumë të vogël, ato që përmend gëzimin, ndoshta pa ditë më të pakta në sistemin gjyqësor janë pa ditë kundër diskriminimit. Në praktik kemi një numër shumë të vogël të cilët grupet e marginalizuara ose individët brenda këtyre grupeve i drejtohen gjykatës për ta kërkuar realizimin e një të drejtave të vet. Përveç kur atakohet drejt për drejt, qoftë me ndërprerjen e ndihmave sociale, qoftë me ndërprerjen e asistencave të ndryshme, atëherë në ato raste parashtrohen pa ditë. Por jo për bazën e diskriminimit, qoftë në aspektin e arsimit, qoftë në aspektin e punësimit, qoftë në pjesë të tjera. Domethënë, kemi pasur shumë raste edhe nga praktika kur grupet e marginalizuara hezitojnë të parashtrojnë padi. Domethënë, hezitojnë për shkak të frikës të cenimit në të drejtat që e realizojnë. Kemi pas të grupet të persona me aftësi të kufizuma, të cilat avokati publik ka dalë me një raport dhe ka thonë që dikon rreth 70 apo 80% të komunave në Republikën e Kosovës nuk e plotësojnë, domethënë diskriminojnë këta persona në krijimin e infrastrukturës përkatësisht qasjen në institucione. Dhe këtu e kemi një bazë të pastër të diskriminimit, e cila pastaj mund të realizohet një kompenzim i dëmit përmes padisë në gjykatë, por është një numër shumë i vogël apo më thoni pa përfillshëm i persona me aftësi të kufizuar që kanë iniciuar këto padi për shkak të frikës që nëse iniciohet një padi e tillë, atëherë ministria përkatësisht departamenti për asistencë sociale mund të ndëshkojë duke ndalë edhe asistencën sociale të cilat e realizojnë. Dhe kjo, domethënë, kjo i takon shtetit, i takon që organizatave të shoqërisë civile, avokatëve që t'i promovojnë të drejtat e tyre me qëllim që t'i vjedisojnë këto grupe që me kërkesën për të realizuar një të drejtë nuk mund ta humbësh një të drejtë tjetër. Domethënë, është ajo drejtë që i takon dhe ajo drejtë duhet të njeket qoftë në organet administrative, qoftë edhe në gjykatë. Kështu që besoj që kemi një mungesë të vedisimit të këtyre grupeve dhe pastaj që të bëhen edhe të parashtrohen edhe padi dhe të realizojnë të drejtat e veta në gjykatë. Zonja Pira, cili është roli shoqërisë civile në avancimin e të drejtave të grupeve të marginalizuara?
Po, roli i shoqënisë civile është këç, faktikisht, sidomos në vetëdijsimin, për shkak që u përmend disa herë dhe mendoj që është faktor shumë i rëndësishëm te grupet e marginalizuara. Ndër vite shoqënia civile ka vërtetuar që ka provu pra që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në vetëdijsimin e këtyre grupeve, po ashtu edhe në identifikimin e nevojave përmes raporteve të ndryshme që publikohen çdo vit për organizatave të ndryshme dhe që janë një pasqyrë për institucionet se ku duhet të intervenojnë në aspektin e përmirësimit të kësaj situate. Shumë shpesh ky rol faktikisht bie pak më shumë në barrën e organizatave se të institucioneve, e situata e fundit nështë na ka tregu që nuk është mirë situata me fondet, po flas me ngritjen e fondeve prej administratës SBA-ve, na kanë tregu që nuk është mirë që e gjithë kjo barë mu lënë në shoqëninë civile, po duhet me u institucionalizu.